Shkojmë në këtë momente drejt për së drejti me konferencën me gazetarët të kryetarit Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha. Është ëndra shekullore e shqiptarëve, Shqipëria në Europë, është investimi i tyre 32 vjeçar, por Shqipëria në Europë është gjithashtu investimi i Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian dhe në anëtarët Bashkimit Evropian miliarda euro, me të cilat ky vend është transformuar. Po të kemi parasysh gjendjen në të cilën ishte sa asnjë vend tjetër. Shqipërisë në Europë i mbylli dyert, e vërteta, i mbylli dyert Edi Rama dhe Lubi Balluku. Do t'ishte e pa drejt që të shkarkonim mbi Lubin këtë përgjegjësi. Lubia ka përgjegjësi të mëdha për vjedhjet që ka bërë, për shpërdorimin, për vjedhjen e miliarda eurove. Lubia ka disponuar 12 miliard euro investime dhe tani, sipas vetë Edi Ramës, janë ndërtuar, thot ai, që s'janë kur, por le ta supozojmë se është e vërtet, 1000 kilometra rrugë, të cilat u shemben si rrugë kashte njëra pas tjetrës në këtë pranverë. Njëra pas tjetrës në këtë pranverë. Por, njeriu që mbylli dyert e Europës duke përdorur për këtë qëllim dosjen e Lubis, mbasi është dosja e tij, është Edi Rama dhe ka vetëm një emër që quhet Edi Rama. Në raportin e tij në tetor të vitit të kaluar, Komisioni Evropian ka ngritur si çështje themelore për Shqipërinë rritjen e presionit politik ndaj gjyqësorit nga Edi Rama, luftën e dobët kundër korrupsionit dhe problemet madhore me lirinë e mediave. Këto probleme jo vetëm që nuk morën një adresim të përshtatshëm dhe pozitiv, por njohen për keqësimet më të mëdha në 32 vite.